When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa. Hello people, mirë se vini në një vlog të ri. Po e nis vlogun ditën e premte mbasdite. Edhe jam kthyer nga puna, u shprodha pak, u ndërrova, hëngra pak shalqi, qershi, u freskova, se me gjithë të vapë që u bën në Tiranë, është bërë shumë e lotshme dita. Edhe tani do bëhem gati, sepse sot ka ditëlindjen mami, ka 65 vjetorin, edhe do dalim që ta ham një darkë tek Ferma 100 kemi vendosur, meqense është natyrë, është bukur. Edhe fillon freskohet çik darka, kështu që besoj të ta shijojmë atë darkën jashtë. Edhe pse në fakt aty te Ferma 100 gjithmonë fryn jashtë, edhe kur ka qenë verë shumë nxehtë, domethënë tipi temperaturat gati 40 gradë, në darkë aty bëhet freskët. Edhe ka natyrë, ka kafsh, ka lodra, bebat vdesin për këto ambjente të tilla. Dhe do bëjmë gati tani. E kemi lënë ora 8, ora është gati 7, 7 çerek, diçka e tillë. Kështu duhet të filloj që të bëhem gati. E para në fakt duhet të heq këtë make-upin sepse më ka ngel pak disi, sepse kam bërë që në 8 të mëngjesit, kam gjithë ditën me këtë make-up, kështu që duhet ta pastrojmë edhe të bëjmë make-upin e ri. Okej, përpara se të filloj të bëhem gati, gjatë javës më kanë ardhur disa porosi. Të lë këtë mikrofonin. Okej, e shikoni sa bukur e kam marrë për këtë pakun e Stradivarius. Unë gati bëra një betim vetes që këtë muaj thash nuk do ble asgjë, nuk do bëj asnjë porosi edhe pse ka nisur uljet pra njerëz që në fund të qershorit, por si përfundim nuk e rezistova dot edhe e bëra një pako tek Stradi. Po e filloj me këto xhinset, të cilat do t'i kthej. Okej, ishin me ulje, i kam marrë në masën 36, ishin vetëm 17.500 nga nuk e di se sa, ndoshta 40-45. Tani thash që të marr disa modele xhinsesh ndryshe nga ato që unë përdor gjithmonë, dhe këto ishin me xixa. Thash të jenë pak më ekstra për një kombinim të darke, me një crop top, do një gjë kështu. Por nuk më pëlqyen fare se si më rinin, plus që këto gure xixa unë sa i provova, ran ja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kështu që e sigurt që do bien edhe të tjera, dhe thash nuk do t'i mbaj. Do t'i kthejmë këto pra. Tjetër, kam marrë një fustan kaf, sepse pjesa më të madhe të rrobave të verës, unë i kam të shkurtra, të gjata. Se pas ka kështu këtë kjo. Po, sa çuditshëm. Okej, ta presim. Ja. Po thosha që pjesa më të madhe të rrobave të verës, unë i kam të gjata, fustane të gjata, pantallona të gjata të lirshme, sateni ose materiale të tjera, kështu që doja diçka të shkurtër. Dhe mora këtë fustanin, nuk duket mirë, por vjen i ngushtë, me pjesën me rrudha poshtë, i shkurtër, dhe vjen asimetrik te pjesa sipër. Ka njërin krah, ndërsa krahun tjetër e ka më të gjatë, sa këtë ka zhapona. Domethënë, unë sot këtë kam bërë plash ta vesh, kështu që do të më shikoni të veshur, edhe këtë mora me ulje nga 17.500 është dhe këtë. Këtë ishte kjo xhaketa në ngjyrën ushtarake, të tipit oversize, këtë stilin maskullor, por ka një rip në bel që mund ta ngushtosh sa të duash. Më pëlqeu, thash për vjesht do jetë shumë e këndshme, në masën small edhe këtë, dhe këtë kam marrë vetëm 25.000 lekë. Okej, kisha marrë edhe këto xhinset, edhe këto 17.000 lekë kam marrë. Janë flared, që vinë të ngushta si për por të gjërat e pjesa e poshtme. Ringi shumë bukur, është një xhinsi hall i gomuar dhe më duheshin një palë të tilla në garderobë që të më tregonin dhe trupin bukur, sepse pjesa më të madhe është ai xhinsi i fortë që është gati 100% pambuk, i cili i ri i gjerë, të tregon pa forma, thjesht janë stil maskullor më shumë. Kështu që doja një palë të tilla më femërore dhe këto të nxirrnin yll njerëz. Thash është edhe ky xhinsi hall që ri i gomuar dhe shumë bukur pas trupit. Këtu i kam veshur një ditë, prandaj i kam hequr, dhe e fundit mora këto shapkat që janë në ngjyrën këtë të bardhën e famshme si në pana, që unë e kam në 3 këpucë, diçka e tillë. Janë shumë të buta, shumë të rehatshme, shapkat më të rehatshme që kam veshur. Edhe ky modeli kështu të thjeshta me gisht kanë dalë shumë në modë, që imitojnë ato shapkat elastiku, por që në vërtet është ky materiali imiti lëkurë, se nuk janë lëkurë. Kështu që një palë të tilla më duheshin, kaq te Stradivarius.
Okej, tani ndjesha në tegun që takova motrën bashkë me Sjelin. Ose lini takimin në tek me mua, unë patjetër do futem në dyqane dhe do ble diçka. Kjo është e pashmangshme. Nuk duhet ta bëj më, kjo gjë duhet të ndryshojmë patjetër, sepse Jasmine premtova vetes që nuk do blija këtë muaj. Te New Yorkeri mora një pal rroba banjo, fiksimi me të ble rroba banjo dhe me thënë drejtë pisa më madhe atyre që kam nuk më pëlqejnë më se si më rinë, kështu që do t'i seleksionoj dhe do t'i hedh disa. Këto ishin me lëkur gjarpri, triangle, kanë dhe këtë pjesën e metalit gold, rinin yll me thënë të drejtën, edhe ishin bërë pak me ulja, edhe pjesa e poshtme përsëri kështu me detajet e goldit dhe vinin braziliane. Ishin bërë me ulje, ishin 8.000 lek nga 12 mbathjet, të gjitha bashkë, të dyja bashkë kushtuan 20.000 lek, 18 ka që këto pa ulje ishin bërë 13, kështu gjithë seti kushtoi 20 e pak lek, atë 21.000 lek. Okej, e la fytyrën njerëz, lëkura ime këto kohë është në gjendje shumë të keqe. Doja që të lija një trajtim, doja të bëja edhe një peeling sepse më kanë dalë 2 akne në zonën këtu që më dalin gjithmonë. Por problemi është që në fundjavë kam qef me shku do një ditë plazh. Dhe peeling në verë, pavarësisht se ka aplikime që janë verore, është pak problem sepse nuk fshihesh dot aq mirë nga dielli. Por lashme në fund një pastrim fytyre edhe Hydrafacial e kam lënë për të njëjtën që vjen. Dhe nuk e din nëse do bëj një peeling veror, të shohim çfarë plane do kemi fundjavën që vjen për plazh. Nëse nuk kemi, do ta bëj edhe një peeling dhe ka kohë deri javës që vjen që të qetësohet lëkura. Syt sipas kam larë mirë, por okej. Po. Edhe kështu. Tani, që mora te Kiko? 3 gjëra mora. Ishte më shtrenjtë njerëz se sa në Itali. Sepse është ky rimeli, ky që unë marr gjithmonë, ju ma keni parë, edhe unë e marr diku te 15 euro, ndoshta 15 pikcal, se 14 pikcal, nuk e mbaj mend të mirë. Është ky, është më i miri nga Kiko, është fantastik. Por këtu e kam bler 18.000 lek. Ja, se kam faturën. Rimel Kiko 18.500, shumë shtrenjtë. Që ta imagjinoj që euro është edhe më pak, do të thonë bi më pak lek me lekun tonë, nëse 15 euro me tonat e bi diku te 13.000 lek. Kam marrë këtë lapsin e buzëve. Ta shohim si ngjyrë sepse nuk kishte tester, nuk e provova, 5.500. Edhe mora edhe një furçë për përhapjen e make-upit, sepse e përhap me dorë, por problemi është sepse këto kohë po zjam si vonë për punë, edhe pjesë më të madhe të kohës jam duke bërë make-upin kur mbërritet e puna, kështu që e kam pak problem të hap me dorë, nuk e kam shumë komode. Kështu, tani vendosim hidratus edhe vazhdojmë me make-upin. Njerëz dhe nuk kemi folur në fakt që kur nuk ktheva nga pushimet, dhe më thonë video fundit është pardyshi nga Sardenja, edhe besoj se keni parë që pata të reakcionin të mërshëm alergjik. Kam qenë më mirë nga alergjia, se kisha të fokusuar të pisa këtu, nuk jam me kuqe, nuk kam pasur më probleme, edhe pse mjekimin e lash pak para kohe. Pse? Nuk e di njerëz që vuani nga alergjia. O zot, tani ju kuptoj se sa keq të bëjnë ato kokrat e alergjisë, mua më bën ekstrem keq. Do thoni ju pse? Kisha një lodhje të tmerrshme. Antihistamiku që unë po përdori S-Laudner, ky është versioni i ri që ka nxjerr, është pak më i hollë se ai që ishte më përpara, por si ngjyrë është e këndshme, ri mirë, përhapet shumë mirë. Yndyrroset pak, por më pëlqen më shumë ai tjetri, me thënë drejtën. Gjithsesi dhe këtë sa të mësojmë. Dhe po thoshe që antihistamiku që unë pija në mëngjes më shkaktonte përgjumje të tmerrshme gjatë ditës, të tipit unë mezi mbaja syt hapur, aq keq. Ndërsa kortizoni që unë e pija edhe në mëngjes, edhe në darke, më linte pa gjumë natën. Wow, ndihesha ekstrem shumë keq, kisha simpirje të kokës, gjatë gjithë kohës ndjeja simpirje, si këputje, sikur nuk përqendrohesha dot, e kisha trurin kështu si kokën si në ajër, nuk di si ta shpjegoj si ndjesi, po ndihesha jashtëzakonisht shumë keq. Edhe ajo që mezi mbaja syt hapur, gjithë kohës si e përgjumur, sikur më rëndonin qepallat e mia. Njerëz, ju që vuani nga alergjia, ku diun që merrni ilaçe për një kohë të gjatë, pas ka qenë shumë e vështirë.
edhe kortizoni, ndjeja fryrje ekstreme, akoma jam shumë e fryrë, pata edhe një çorientim të tretjes së zorëve. Nuk e di njerëz, shumë problem, kështu që unë ula sasin vetë gradualisht të kortizonit edhe ilash, sepse po më të shumë probleme edhe në makinë, kur kthehesha mbas dite nga puna, nuk e kisha mendjen, e shikoj që se kisha mendjen fare, 0 përqendrim. Shumë problem. Edhe kjo gjëja, dhe pasi në preva ilaçin, mua më vazhdoi edhe për një 2 ditë, se ditën e tretë fillova të ndihesha më mirë. Sa po filloja të dyshoja nëse kisha diçka tjetër, se nuk po dukej normale. Që ka shumë e mirë kjo forca për make-up, për përhapje. Shumë e mirë. Më pëlqen ka. Ta kisha blerë më herët, se që nga më kollaj riun me duar bëhem zhull. Shumë nice. Furça kushtoi diku te 21.000 lekë. Po, ja vlen ka, nuk e thith ka produktin që nga shumë e mirë. Më ka mbaru dhe concealeri, po do mundojmë të nxjerr pa nga ky. Edhe kështu njerëz, kjo java kështu ka ikur nga e mërkura, dje jam ndjerë më mirë fare, në fangajitja fillova që të ndjesha pak më mirë. Se mezi kam punuar, do më thëmë përqendrimi 0, nuk mundesha të bëja dot asgjë. Pa më thoni ju njerëz si keni kaluar, i keni bërë pushimet verore apo jo, ku do t'i bëni ose ku i keni bërë, se në fakt unë kam edhe pushime në gusht, edhe kam qef me ik disa ditë diku tjetër, por nuk e dim, se dhe Klajdi nuk është se kam më leje për këtë vit. Se di se mund të rregullojmë televizin dhe një 2-3 ditë ndoshta. E kismet se nuk kemi bërë asnjë plan, por do t'ju dëgjoj edhe idetë tuaja se ku do ikni, si do i bëni pushimet, që të frymëzoj dhe unë. Se unë jam duke parë të pasyra tani gjithë kohës. Ka vajt ora 73 minuta, 7:30 duhet dal nga shtëpia, se kam përtihet edhe karburant makinës, edhe ikim te ferma se i thonë çik larg. Edhe ky njerëz i vetullave i Benefitit është fantastik, ka këtë pjesën që e kre vetull dhe këtë është lapsi. Kam edhe gjelin e kam në mini size, e kam në ngjyrë. Shkë, por do ta marr transparent besoj edhe full size sa të mbaroj. Një gjë që vëre që ky arkitekt tim nuk e ka bërë mirë është ndriçimi tek këto te zona e make-upit, sepse nuk kam shumë dritë, ditë natyrale kam anash, përballë nuk kam shumë dritë, ndoshta duhet një spot ekstra këtu, nuk e di. Por e kuptoj gabimin sa jesh mashkull, nuk e kuptoj rëndësinë e make-upit tek ne femrat. Këtë javë njerëz jam marrë edhe me kujdesin ndaj vetes. Të martën kisha orarin për vetullat, te vetulla Gaetani Hoxha dhe kësaj ere, më pëlqen se si më ka hequr. Ndoshta edhe botoxi ka ndikuar pak në ngritjen e vetullës, edhe më duket vetulla më bukur, më duken më simetrike me njëra tjetrën, sepse i kam pasur shumë jo simetrike. Gjithë njerëzit i kanë jo simetrike vetullat, por më duket sikur unë kisha goxha të theksuar, dhe botoxi më ka bërë goxha më mirë. Kështu, tani bëjmë që konturimin e tani. Edhe bëra vetullat, bëra edhe thonjt, që ka një pak sa bukur i kam bërë. I kam bërë roz pasqyrë edhe me këtë lulen e bukur të gishti mesit. Ndërsa të këmbës i kam bërë thjesht këtë rozën pasqyrë që kam bërë tek thonjt e tjerë. Ndrova estetiste për thonjt kësaj here, sepse ishin të gjitha full. Do më thënë, ajo ku shkoj unë, pyeta edhe një vend tjetër, edhe prap full, tu e lën orarin për 2 javë para, po mua më ishin bërë shumë keq, sepse kisha bërë që në fillim të qershorit, nuk po i duroja dot më me thënë të drejtën, doja se s'bën që t'i hiqa. Edhe më bë shumë e bezishme, sepse dhe mua e kaluar unë nuk gjeta orar te kjo që shkoj gjithmonë, i bëra në një vend tjetër, u bezdisa shumë. Që kam punë, po realisht nuk më t'i lëm oraret e gjatë, sepse na ndryshojnë dhe planet verësh, edhe ne bëjmë planet e reja, jo për lëvizje. Kështu që i lashte një telazha, e kisha këtu afër. Ishte sallon i ri, shumë i këndshëm, se pash online, sepse i gjeta në Google Maps, location near me. Edhe thash, okay, nëse i bën dhe mirë, do t'i bëj gjithmonë këtu, sepse kam më komode, kam afër, shkoj në këmbë. Edhe kështu e kisha bërë planun me time. Ka punuar shumë mirë.
vetëm se diçka që nuk më pëlqeu, ishte çik sjellja e ftohtë. Një, e dyta, tavolina që punonte ishte aq e madhe sa duhet të shtrije kraun kështu komplet, dhe ajo të tërishte gjithkohës kraun. I thash, okay, thash se nuk është normale. Si mund të rregullohem, si mund të rri, thash se po ndihem shumë siklet, nuk mund të rri gjithkohës duke të rrequr kraun. Kështu është, tha, edhe më shkonte kështu si çuditshëm. Thash, okay, po pse më shef çuditshëm, çfarë po të them? Edhe mori mjetet kjo, nuk i bëri fare me alkool. Thash, më fal, po një alkool diçka se nuk është okay, janë të papërdorura. Thash, dakor që janë të papërdorura, unë të besoj, por në qoftë nuk ma thua ti, unë vetë nuk kam nga ta ditë, më thënë më thuaj, këto mjetjet nuk i kam përdorur të askush, prandaj nuk po i bëjmë alkool ose janë gjatë të disinfektuara. Kështu i bëri pastaj, ja tha po i bëjmë alkool, nuk e kam iden bëj në syrin tim, thjesht më thuaj se unë duhet ta di, unë jam klienti, nuk më të përdor mjete që ti ke bërë thonjë dikujt tjetër, se merrim lloj infeksionesh. Gjakoset pak mishi, po doli gjak, okay, i morë, çfarë do dhe ka tjetri. Kështu. Nuk e di nëse do t'jap një shans tjetër apo nuk do shkoj më, aty nuk e di, ta shoh, ta mendoj edhe një herë. Tani unë atë ditë kisha duar, se nuk gjeta orari një ditë, nesër kisha këmbët. Edhe po e pash nga mënyra si më foli, skruacarua u bezdise, kupton, unë i fola shumë normale, nuk është se, ku di unë, i ngrita zërin, i fola keq, nuk e di, thjesht i thash mendimin tim shumë qetësisht. Edhe okej, thash shumë më falë se ndoshta dje ma more për keq, pavarësisht se unë nuk e kisha për keq, thash. Po realisht nuk është tankuar njëri tjetër për punën e kësaj tavolinës që është aq jo komode. Jo, tha. Okej, thash. Kështu njerëz. Edhe thash nuk e di nëse do kthehem prapë atje. Tani se di të bëja pak penelun, po ta bëja për pasyrës se nga këtu nuk e bëj dot. Okej, e bëra peneli, tani do aplikojmë edhe rimelin. Tani rimeli do pak kohë që të... E ka marrë kaf. Edhe mora vetë. Te kisha... Okej. Pas shokut që pësova që kisha marrë kaf rimelin i leva, tani që do bëj unë, do marrë edhe një penel kaf, që mos të bëri kontrast kur bëj penel, se gjithsesi më pëlqen rimeli kaf. Ka dalë në modë, që lezetshëm janë ndoshta edhe pak më natyral se e zeza. Këta kisha pyetur atë gocën, por unë kur ja kërkova si produkt, ajo më tha që nuk e kemi, ndërkohë unë e gjeta më vonë vetë në një sektor më vete që ishte këto kind by Kiko që futen te këto ekologjikët. Kështu që gjithsesi nuk e dija do ndihmonte të gjeja ngjyrën e dur apo jo. Nëse njerëz i leva tani të lyej dhe buzët, edhe ka vajtur ora e një çerek, kështu që duhet të vishem. Ku dash lapsin? Të provojmë me lapsin e ri, shpresoj që të kem marrë ngjyrë të bukur tani. Okej, njerëz që nga yll është shumë e bukur, pak drita erët e kamera, po do të shikoni pak më vonë në dritë, që nga shumë i mirë, edhe super kremoz, më pëlqen ka shumë si rinka. Në qoftë se ju duhet si numër, është numri 33. Tregova ja, 33. Tani unë do të shtoj edhe lip gloss sipër, po do të shtoj po të Kikos. Njerëz kam këtë të Kikos që është në Xixa. Kjo është numri 17. Dhe do ta mbëlsoj pak më shumë buzën. Më pëlqen si duket. Gati njerëz, edhe e mërzitur, sepse nuk e vesha dot fustanin kaf. Jam ekstrem e fryrë. Këtë javë kam pasur probleme edhe me tretjen dhe kam një fryrje të tmerrshme. Realisht dukem si shtatzan. Dhe fustani kaf që ishte pas trupit më tregonte shumë keq, kështu që vesha këtë të bardhin sepse më tregon më mirë pjesën e barkut. Kështu, do ta vesh edhe me shapkat e sheshta, edhe kaq that's jam gati. U mërzita shumë sepse kjo fryrja po më shkakton një parati të tmerrshme. Domethënë përveç faktit që duket keq, se nuk është se vras mendjen, por e kam barkun e fortë edhe më dhëmb. Kështu. Nuk e di. Fillova të përdorja probiotik për një problematik tjetër time dhe ndoshta ato më kanë shkaktuar problemet e tjera me zorrët.
Nëse se nuk dua të ndalim te kjo çështje tani, dalim nisemi sepse të tjerët janë nisur, kështu që thash duhet të jetë karburant makinës dhe mos vonohem më shumë. Ya se terminó, ey, que prenda la máquina, voy pasando. Ya Bernie tiene el nene y ya la nena. Ya no estamos pa' la movie y la cadena. Sa mbrita njerëz te ferma dhe jam 80, ndërkohë të tjerët nuk ka ardhur asnjëra. Nela ishte duke marrë tortën, ne duke marrë dhe prindrit. Ariona s'ma hap telefonin. Tani të vetë mund të rri aty te tavolina, po të iki poshtë sholulet e diellit, edhe ndërkohë që pres ata. Apo domethënë rezervimin. Se plot është në fakt. Më mirë po iki te tavolina. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she was. Find my way. Good morning you guys, nga dita tjetër. Edhe kemi dalë po pim kafe në mëngjesit. Tentativa e parë për të pirë kafen pa sheqer. Që po e bëj këtë gjë që të kem vend që sheqeri që konsumoja me kafen ta ha në formë ëmbëlsirash. Pse ta marr kot në kafe? Unë pi 2 kafe në ditë, paktën ha një ëmbëlsirë dhe të shijon shpirti. Nëse nuk po më duket aq keq. Si sheqeqe. Vjen fiksa të shihen e nuk e di nëse keni bërë dhe ju, që keni marrë një kokër kështu të pavluar, ta kafshosh ta hash, e ke bërë? E kam bërë unë. Edhe është fiksa ajo shije. Është fiksa ajo shije. Mirë, nuk është keq, është interesante. Jemi ulur këtu te Inksi, që është te Arena. Ta ngrëm edhe mëngjesin. Nuk është se më pëlqejnë shumë gjërat që bëjnë këtu. Unë mora diçka, një tost me guacamole, mozzarella, salata iceberg edhe sheg. Edhe kishin lyer me shumë pak salcë guacamole. Që gjithë lezetin duhet ta kishte aty te lyerja me salcë. Por çka, nuk është se kishin bërë ndonjë gjë kush e di. Kafja është e mirë. Worth it. Kam lënë edhe makinën për të bërë serviset, kështu që jam pa makinë. Sot burri ka në punë, unë nuk e di çfarë do bëj gjatë ditës. Do vetë ta marr makinën në kamp. As nuk jam lyer, jam në gjendje të rëndë. Se dola me një herë në mëngjes. Dhe jo, nuk problemi është se unë jam shumë e bardhë në fytyrë, nga që lyem gjithkohës me krem djedi dhe lëkurën vete kam shumë të bardhë dhe ka shumë kontraks trupi me fytyrën. Ka nevojë robi për pak ngjyrë në fytyrë, për pak jetë, për pak dritë. Tani njerëz kam nevojë për një kafe të fortë edhe të ftohtë. Kam plasur vape sepse shkova që ta marr makinën, shkova në këmbë. Domethënë, në orën 3:30 të drekës, në piskun e vapës dhe nuk ishte hije gjikundi. Literalisht kam vdek vape. Nëse rëndësi ka që e mora makinën, tani po vdes për një kafe, të tullën ta diçka. Gjithashtu, s'u sapa me kamerën. Unë këto kohë nuk po shkoj as në palestër, as pilates, edhe dohet bëja diçka, të lëvizja pak trupin tim.
Mora një program që ishte online për të stërvitur nga shtëpia. Tani, se sa efikas do jetë, nuk e di, por të paktën disi do lëvizje trupi, do bëj dhe një ushtrim. Kjo ishte ideja më shumë. E mora për një muaj, thash me kismet nga gushti, pastaj çfarë planesh kemi, sepse mendova një herë të shkoja palestër, thash po vetë te këtu te lagja, po dhe një tjetër, jo tek ajo që nuk më pëlqeu herën e parë. Por këtë javë, nga që jam pritërit me pushime, unë duhet kujdesem edhe për kokën, kështu që do ta kem goxha të ngarkuar. Dhe nuk e dia do kem kohë për të shkuar palestër. Kështu që më mirë thash po marr këtë programin për të stërvitur nga shtëpia. Tash ta bëj kafen e ftohtë, po sigurisht s'pas kam mjaftuar shumë qumësht. Vendosesh dhe akull, kam vetëm 4 copa të vogla akulli. Arjam. Nuk pije shumë një kafe ftohtë e mirë, po siç e shoh mundsinë, thjesht do sa janë diçka. Edhe kështu njerëz, e fillova që sot, ato grupi i ri i kësaj klasës që mora unë kishte nisur gjatë, domethënë kishte fituar që në datën 3 korik, por kisha akses të videot e vjetra të YouTube-it, kështu në fillova seancën time të sot, sepse gjithsesi live-ja sikur që nuk do ta ndjek, sepse varet si kam kohën dhe ditën time, kështu që kur të kem mundësi, do stërvitem. Dhe që thoni ju, stërvitem një orë në shtëpi, filluan po më dhimbrin muskujt. Vdiqa fare, se gati një muaj trupi pa lëvizur. Edhe pastaj më merr Kladi më thotë shko se e ke makinën gati, bëra dhe gjysore rrugë në këmbë në diell. Barova, ulova ekstrem shumë. Kështu mua beti. Edhe kremoze. Edhe strukturën e ka nice, kështu që nuk ishte edhe aq dështim. Tani, kam një copë të fundit torte që ngeli dje nga ditëlindja e mamit, unë do ta ha sepse ishte shumë e mirë. Edhe do mundohem t'i them stopën bërsirave. Do mundohem. Tjetë fermanjishin kaluam shumë mirë njerëz. Është atmosferë e këndshme atje, thash edhe darkat freskohet, gjithmonë freskohet atje. Kështu që shijuam dhe ushqimi ishte i mirë, torta kishte dalë fantastike. U kënaqëm. Hello people, nga dita tjetër. Nuk ju kam folur në mëngjes sepse kisha haruar mikrofonin e kamerës dhe kjo jashtë kur ka zhurmë pa mikrofon dëgjohesh super keq. Kështu që po ju flas tani që erdha në shtëpi. Sot në fakt ditën e kam nisur shumë herët. Dola me Klajtin, pim kafe, hëngrëm drekën, edhe tani më në fund erdha në shtëpi. Kështu njerëz, kështu ka ikur e diela, është super nxehtë jashtë. Tmerr. Tirana është si shkretë të tjerë fundjavë se gjithë lëvizje në plazhe, kështu që është super bosh, lëviz lirshëm të paktën pa trafik. Kjo është diçka e rëndësishme. Edhe u ktheva në market, mora një dy gjëra, erdha në shtëpi tani dhe po më pihet një kafe. Është dita e dytë që unë po e pi kafen pa sheqer, edhe në mëngjes ashtu e piva. Okej, nuk kem akoma në fazën që të më shijoj shumë pa sheqer, por të paktën mund ta pi, mund ta turoj atë hidhtësinë. Glënka e parë është pak kështu që të duket super e hidhur, por pastaj sikur mësohesh. Kështu që, okej, besoj se jemi në rrugë të dur. Tani që hoqja sheqerin, nuk do t'i kthehem më mbrapsht kafes me sheqer. Njerëz, La Nociola bën akulloret më të mira në Tiranë, duhet i provoni me patjetër. E preferuara jon gjatë gjithë kohës ka qenë frut pasioni, që e kemi favorite, por sot nuk ishte dhe provova me mjedër, ishte fantastike. E mira e këtyre që janë me fruta është se janë vegane, janë pa laktozë, supozohet dhe pa sheqer, nuk jam e sigurt nëse i hedhin apo jo, por nuk është se ndihet tamam sikur ti po konsumon një frut të shkrir, të shkrifët, të ftohtë që të freskon, dhe shija me mjedër ishte fantastike. Tani, unë ula që rregullova çik sistemave pak këto make-upet e mia, dhura një dy gjëra që ti marr me vete, se nëse ti bie ti direkt për punë. Edhe, doja të tregoja. Okej, përpara se t'i kapë pushime në Itali, mora këtë kremin e dietit me SPF 50+, i cili është me ngjyrë. Kjo lexon
Sun Correction Fluid Foundation. Është tamam si fondatinë, realisht ka goxha trashësi, madje për mos thënë që është me trash se Estée Lauder, fondatina që unë përdor, më nuk më pëlqen kaq shumë. Me dua pak më kremoze, pra pak më të hollë që të bëhet blend më mirë me lëkurë. Por gjithsesi, nëse doni të përdorni krem dielli me ngjyrë, ky ishte një opsion shumë i mirë. Nuk më acaroi lëkurën zero, sepse unë kam problem në përgjithësi kur ndroj, provoj krema të reja, më dalin akne të reja. Me këtë mendoj të ishte shumë mirë, edhe mund ta riaplikoni gjatë ditës. Edhe e mora në numrin 02 që të ishte pak, është edhe 01 available, është edhe 02. Edhe e vet pak më të errët sepse nga plazhi që nxim trupi, fytyra na ngelet bore bardh. Gjithsesi, edhe nëse e keni shumë të hapur, e shkrini e bëni pak blend me korrektor. Më pëlqeu, ishte nice. Që mora një dy gjëra të tjera në farmaci. Okej, ky është favoriti im, është i preferuari im i kremi fytyrës i Uriazhi SPF-ja 50+. Është fluid, matifikues thot, por nuk është se dihet matifikues me thënë të drejtën. Është shumë i mirë, njerëz nuk e mbaj mend se sa vite u bën tash që unë e përdor këtë. Këtu e 5 vite ndoshta, edhe nëse unë provoj krema të tjera fytyre siç ishte ky, këtë e kam gjithmonë në rutinën time. Është shumë i mirë. Ta mban fytyrën super mirë, sidomos në këto me tendenca akneike, nuk shkakton akne, po thjesht e qetëson. Është dhe pa alkool, edhe në rast se kur bëni trajtime fytyre të tipit si peeling, dermapen dhe gjëra të tilla, ky është shumë i mirë sepse nuk të djeg, është pa alkool. Tjetër gjë që mora kësaj herë, mora dhe në Uriazhit. Është kjo bazikja. Këto pika tregojnë se sa shumë ke nevojë për mbrojtje deodorant antidjers. Mund ta marrësh me 1 pikë nëse nuk djersit shumë, edhe me 3 pika, tani në verë është shumë e nevojshme kjo me 3 pika, të mban gjatë gjithë ditës, si jetullon super të thatë, lëkurën e thatë, nuk vjen erë, nuk djersin, realisht është shumë e mirë. Ua sugjeroj, këtë madje e kishin në paketim dyshe. Janë unisex, unë e marr paketimin dyshe, përdorim një Clyde. Dhe ishin diku të 18.000 lekë të dyja, shumë e mirë edhe kjo. Një tjetër produkt që provova, kur isha me pushime, sepse kisha, do të thonë, gjithmonë haroj diçka kur iki, sado që mundohem që t'i marrë të gjitha, diçka të vogël do ta haroj gjithmonë. Kësaj herë kisha harruar larsin e fytyrës, edhe në farmaci në Itali, mora këtë të Avenes, ishte me ulje diku te 15.9 euro, si është fshirë kjo gjëja këtu. Dhe është shkum pastruese për të hequr make-upin, për të larë fytyrën, dhe ishte për lëkura të ndjeshme, normal edhe mikse. Shumë i mirë, edhe ky më rinte lëkura yll, as nuk ma thau, as nuk ma dehidratoj, as nuk më nxori akne, shumë i mirë. Tani, për punë leverdie, besoj është me leverdishëm ai formati i madh i gelit i Uriazhit, sepse shkon shumë, ndërsa për ta marrë me vete, besoj ky është me leverdishëm, se është në format pak më të vogël. Por në valixhet e dorës duhen 100 ml, nuk i lejojnë këto se ti hedhin kur kthehesh. Ky është 150, por unë kisha valixhet check-in, kështu që nuk ishte problem. Këto njerëz ishin disa nga produktet e reja që kam provuar. Edhe këto pimple patches të Sun by Me, nuk ta përthajnë aknen. Nuk ishin aq të mira, ndërsa ato të Garnierit që u kam treguar një herë tjetër në mos gaboj, ato janë shumë të mira. Okej, me që semi të produktet, po i tregoj edhe një krem trupi. Këtë besoj mund ta gjeni në përmakete, drugstore, është i Biotenit. Mama kishte marrë mami Clyde në fakt kur ishin në Greqi, ka një aromë njerëz fantastike, është me vanilja. Ka aromë super, nuk e keni iden, edhe sa mirë ta hidraton lëkurën dhe rinë në lëkurë, por aroma që ka është fantastike, më pëlqeu shumë. Kështu që besoj mund të gjetet edhe këtu në për drugstore, ose Bioten e kam dëgjuar, nuk është se kam dëgjuar, mund ta ketë Welly, Rossmann, madje edhe marketet e tjera. Por ky është marrë në Greqi. Shumë i mirë edhe ky. Bëra edhe kafen time të ftohtë, unë kisha të gotat estetike të temu, si kisha në lavastovilja. Kështu njerëz, pa sheqer. Këto, në fakt, të kapsulat e kafes Borbone, që kam marrë kësaj here, kanë intensitet 9/10, janë shumë të forta, dhe janë pak të idhura. Por okej, me qumësht nuk është ndihet aq shumë.